Ka një kufi që politika nuk duhet të kaloj kurrë. Ai kufi është dhimbja e njerëzve, sidomos kur bëhet fjalë për një nënë që rrit një fëmijë me autizëm. Në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Edi Rama nuk foli për kushtet ku jeton ajo familje, nuk foli për varfërinë, për braktisjen apo për hallin e një nëne që lufton çdo ditë për djalin e saj. Ai zgjodhi ta vendoste atë në qendër të një betejë politike. Kryeministri deklaroi se gruaja ishte marrë në protestë për ta kthyer në viktimë të policisë. Madje shkoi edhe më tej, duke folur për korba, sorra dhe manual terroristësh, që sipas tij përdornin njerëzit si mburoj. Më pas foli vet ajo grua. Gazetari Osman Stafa ka shkuar në banesën e saj dhe ka rrëzuar gjithë propagandën e Ramës. Unë nuk isha në protest fare, po vija nga Kamza, ishin bllokuar rrugët. Duke kaluar te parlamenti, më hodhën piper në sy. Unë kalova rastësisht. Të vi të përballet me mua kryeministri se ja them në sy. Ai hidhet djalit piper syve. Të ballafaqohet me mua Edi Rama, tha ajo. Unë isha protest fare. Po vishta nga Kamza, qova çunën terapi, po ishin blloku rrugat. Po? Tua nga parlamenti më hodhën piper nga syjo. Pra ti ke qenë rastësi aty, nuk të ka marrë njëri? Jo, rastësisht kalova. Po kryeministri thot që ty thot të kanë sjell të tjerë. Jo. Bit përballet me mua kryeministri, ja themëm çorrat. Im zinë me policë. Po çfarë ndodhi aty? Ke parlamenti ishin në zonë rrugët, ku shkova mjesë ishin hap, ku erdhë të ro, hudhën e piper syve. Ai hudhën djalit piper syve. Ja, kryeministër, mos të hyjë në gjënaf çunit. Të hyjë në gjënaf çunit të drejtë, bidoja çunit tam. Më ballafaqohet me mua Edi Rama. Jo, këto nuk janë fjalët e opozitës, nuk janë deklarata politike, janë fjalët e vet nënës për të cilën foli kryeministri. Dhe këtu lind pyetja më e rëndë. A e verifikoi kush historinë e saj, përpara se të përdorej në fjalim politik? Gazetari Osman Stafa nuk shkoi të bëj propagandë, ai shkoi te shtëpia e saj. Ajo që gjeti nuk ishte një skenografi politike, ishte një realitet i hidhur. Vetëm një ditë më parë, njësia bashkiake numër 1 e ka strehuar atë në banesat sociale. Një banesë sociale në kushte të mjerueshme. Një nënë që prej vitesh përballet e vetme me barrën e rritjes së një fëmije me nevoja të veçanta. Në një shtet normal ky do të ishte lajmi. Jo sulmi ndaj saj, sepse shteti nuk matet nga mënyra se si sillen më të fortët, matet nga mënyra se si sillet me më të pambrojturit. Kur një kryeministër zgjedh t'i kushtoj minuta të tëra një nëne të varfër në një mbledhje politike, ndërsa ajo përgjigjet duke thënë se nuk ishte fare në protest. Debati nuk është më për protestën. Debati është për përgjegjësinë që ka pushteti kur flet për qytetarët e vet. Në fund mbetet vetëm një e vërtetë e thjeshtë. Pushteti ka zërin, kamerat dhe foltoren. Ajo nën kishte vetëm fjalën e saj, dhe ndonjëherë mjafton pikërisht ajo për të vënë në dyshim gjithë narrativën politike.